marim dyshohet që votat e Bleria Gjylametit, aty kanë pas për shumë, mbiemrat kanë qenë prevaluar, vite rradha sipas mbiemrave, po çfarë bënin to? Nuk e bënin tek Blendi Gonxhe, fjala vjen Blerina Gjylameti. Kur plotësohesh proces verbali, komisioneri votat e Blerinës ja çonte një sekondë pra, ja çonte Blendit ose të Blendit ja çonte Blerinës, që gabimi është njerëzor se ble për ble. A kupton, edhe këtu është ble për ble, e tha se këto më shkojnë emër tani, nuk e di katë. Kush e tha vetëm te, e ka thënë. Nuk e kam para po. Vajtën te generali, tha dhe i thoshin votoni generalin e Shqipëria bet, votoni dhe PS-n. 15.000 vota të djegura. Si e dini ju? Kush e thoshte? Se di këtë. Si ishte pra si më shpjegoj se. Po nuk e ndjek shumë lapa. Ju na bë sigur unë rinatë ditë u ndjek lapa, ha, më thon. Po ishte një kandidat në Lezhë, ishte general. Po. Dhe ishte shumë i fuqishëm, se ishte i Shqipëria B. Kishte ushtria apo popullor. Generali i ushtrisë vdekur. Ah, popullor. Ai, nga që kishte emrin e mirë, pse e kuptoi që s'ia dilte dot. Po. Dhe çfarë bën? Thoshte votoni general. Si puna atyre që me votat e Këshillit Bashkiak. Që votoni ju s'ka problem, po Këshilli na jep neve. Por votoni dhe PS-n, dhe 15.000 vota nuk janë pa të djegur. Ky nuk është krim zgjedhor. Jo, kjo është strategji, taktik. Po nga që këto blend për blend, sa, edhe unë po të them... Jo, nuk thash blend për blend, unë thash mora këto se dy në vinë emra tani, se s'ka... Jo, kjo skema që thot Bala... Ka indrita, dy indrita në... Nuk e kisha dëgjuar, por shumë interesante. Sepse nuk e bëjnë manipulimin si ky manipulimi kështu, po kur shënojnë votat atje, votat e Ermalit ja kalojnë në Erdiolës, sepse kanë atë ngjashmërinë dhe nuk quhet krim zgjedhor sepse thotë është gabim njerëzor. Po pra, se ngatrova ble. Shife dy. Prit pa një sekond, dy forma janë dhe bëj sa bëj dy. Forma kjo sepse është e pamundur, jo e pamundur, por shumë e vështirë, duhet konsensus e para në tavolinë e numërimit ose që shifin vota, duhet konsensus midis palëve dhe pjesa tjetër vëzhguesve të ndjekin nga jashtë, dhe shumë e vështirë të bësh tilla manipulime. Prandaj bëhen dy manipulime me fletët e votimit bosh, pra kandidatit bosh, sepse ndryshe është e pavlefshme, nëse është partia dhe kandidatit, ditë e pavlefshme votimi, dhe bëhet me këtë pjesën e proces verbali që thot ai i plasi këtij komisionerit PD-s se si e shkrup komisioneri PS-s, se votat brenda PS-s janë, se ja japim këtit apo asaj. Nuk kanë rënë dakord ata. Ti bëj çfarë dush me tutën, bëj çfarë dush me të mit. Kjo është. Sikurse edhe rasti tjetër që doli me zotin Shej, që iku atje që kishi votat pavlefshme, të pavlefshme që i diskutonin se ka janë, dhe votat e pavlefshme, sepse mbaj mend në 2021 mos gaboj, apo në 2017 mos gaboj, në 2017 ka qenë diku te 33.000 votat pavlefshme, në 2021 80.000 votat pavlefshme, o shok. 80.000 janë 7-8 mandate. Do të them vetëm diçka dhe për ta. Si generali, 15.000 generali shke. Po, por ajo që më shqetëson mua në opinionin publik, nëse këtu del dhe konfirmohet që edhe kjo që thoni ju Bala, gabimi njerëzor. S'ka gabimi njerëzor, aty gabimi njerëzor ka një prag. Edhe gabimi si pragu i partit, nëse kalon 2%, nuk quhet më gabim njerëzor, quhet gabim me dashje. Me dashje. Gabim me dashje këtej. Gabim me dashje andej. Vota të vjedhura këtej, vota të vjedhura andej. Brenda subjekteve. Po brenda subjekteve. Të legjitimohet procesi sepse kjo do të jetë një çështje tjetër që mund të ngrihet. Jo, nuk ka apo thjesht do nuk përsëriten zgjedhjet. Është për çështje kandidati dhe nëse ka mallin të zgjedhjet, ka mallin do të ketë shumë punë spak apo jo. Po s'është vetëm për, nuk është punë e madhe kjo, nuk është një punë e madhe që duhet të jesh shkencëtar ose ka volum. Punën po ja bën. Ja, po ja bën ata. Ka gati ai. E nxori ai, merr pamjet filmike, merr proces verbal. Bën arrestet ato i bën policia, s'ka shumë punë spakur. A kupton? Kështu është, por kjo gjëja 2 javë do kemi kronik të zezë. Po do kemi se si jo kemi jo të 2 javë, po besoj mund zgjasë votimi diku tek rreth 3 javë, numërimi më fal, për shkak numrit të vogël numërues me krahasuar me siç është numëruar Tirana me tavolinat e numërimit, kështu që besoj se mos herët avon, besoj se mund dalin sa emra që do të tregojnë se këta më fakt kanë vjedhur shtëpinë dhe nuk kanë vjedhur kundërshtarin. Ky delegjitimiteti që shumë interesante ajo që tha Ermali, a delegjitimohen zgjedhjet me këtë logjikë që ne po ndjekim. Pra nëse ne marrim vesh që nga listat e hapura
ne i kemi të deformuara 1/3, 2/3 e gjysmën, nuk e di, të votave. Aty ka një lloj deligjtimimi, por nuk mendoj se deligjtimon procesin dhe pushtetin. Pra nuk është devijuar pushteti ekzekutiv, është devijuar vota për partinë ka qëndruar aty, pra vota për subjektin, sepse për shkak të kodit elektoral që ne kemi, kjo gjëja është e tillë që nuk e ndikon, nuk e afekton, ja prish shihen, por jo ligjërisht ja prish shihen. Po të ishte një sistem tjetër që dishim me lista komplet hapura, ku diun majoritar, siç kemi qenë në 2005 në kështu me radhë, aty pastaj mund të themi që do kishte një problem real. Por gjithsesi edhe kjo ja e shihen në kuptimin e një palë zgjedhjeve europiane, tjerë e prish. Nuk zhbën zgjedhjet, nuk i quan ato të paligjshme, por që është një dam, patjetër, po ne thjesht po e nxjerrë një model që tani ose edhe nga kjo që nga pretendimet që kanë nxjerrë qoftë se Auloni, s'e mbaj mend, unë doli i pari që tha kam prova, kam dhe materiale. Auloni i pari i kërkoi provat filmike, zonat filmike. Por diskutoi për brenda partisë, nuk tha që ka vjedh kundërshtaris atë se diskuton ai. Patjetër. Ai diskutoi që unë jam vjedh nga kandidati për kjo nuk ishte bëva kurrë. Se kishim gjunë një që na vodi, mi fer ka ndodhur, mund të ketë në për tavolina po publikisht dhe të ketë pas kallëzim publik ose kallëzim në spak se është vjedhur. Në raport me bashkimin, po e them kështu tani edhe pse ngjan si klishe kjo, në raport me ndërkombëtarët, kjo është një njollë e madhe e zezë që i jepet zgjedhjeve. Në raport me shqiptarët ka një deligjtimim, po nuk është më deligjtimimi i zgjedhjeve. Është deligjtimimi i kauzës opozitës. Pra opozita që thotë që më kanë vjedhur zgjedhjet, do deligjtimohet duke u dekonspiruar si hajdutë e vetvetes. Dhe hajdulliku i vetvetes, jep dhe i përgjigje tjetër. Dhe përgjigje tjetër është që ti, duke u lodhur me vjedh veten tate, ke harru të bësh garën me kundërshtarin dhe prandaj ke këtë rezultat, nuk ka vjedh njeri. Patjetër. Ti ke pas mendjen të vjedhësh atë konfirmohesh vetë si kandidat, dhe nuk ke punuar, duke dëmtuar kolegun dhe jo duke u përballë me kundërshtarin përballë. Kështu që nuk e di, po është një autogol që se di pse, sepse ka një unë e di se si funksionon dhe pak a shumë i kam parë. Por çka ke probleme me mikrofonin? Jo, thjesht rap bateria. Okej, të rap bateria, të bjen shpesh bateria? Po varet nga sinergjia që kam në panel. Është një video, i rikthehemi. Është një video që ka nxjerrë media së fundi që është një djalë i cili procon një foto që e bën sikur ky ka deformuar. Po, ai që është treni bullgar. Jo, s'është treni bullgar, është ai djali që e vulos vetë, e firmos vetë dhe do i tani ky treni bullgar ç'është se s'po ja gjejmë dot zgjidhjen. Treni bullgar është një person plotson ezem. Jemi ne të tre vëllezër nga një familje, kemi edhe të prindrit. Tani kemi 5 vota që na kanë ardhur me postë, tani ti ke shkrimin e bukur ose e bën mirë kryqin, se s'ka nevojë tani gjithë secili do shkojnë në përdhoma veçne me kuti votimi, se kjo është dhe një idiotësi. Pavarësisht se këtu vota familjare është shkrim, atje tani e batoj bëjnë tavolinë buke, pastaj vazhdojnë e hanë, a kupton, e ndërpresin për një moment, nënshkruhen fletën e votimit dhe mirë u pafshim. Tani e bëjmë sikur është në një hall i madh, se e bëjmë, legitimiteti votës varet nga karakteri i njeriut, kush do ta vjedhë, vjen tu ku vjen, se nuk e bëjmë sikur babai një ose prindrit e një familje e detyrojnë ose i kushtëzojnë familjarët votojnë për njërin apo tjetrën parti. Treni bullgar është një person që plotson 5 fletë votimi, ka një shkrim. Siç është, ky është tren bullgar. Në thonjza, sepse janë 2 foto të votimit që është e njëjta dorë, po ta shikosh edhe kur bën ato rrethet, edhe kur bën vizat, edhe kjo është dorë e bërë në shpejtësi. Kështu që ky është tren bullgar që është një person që plotson 4, 5, 6, 7, 10 fletë votimi me të njëjtën forcë që nuk kanë subjektin, por nuk kanë kandidatin. Pra, e njëjta gjë është. Pa është konteksti